Gjykata jep vendimin për vrasësin e grave, Dan Hutra. Gjykata ka shpallur vendimin për Dan Hutrën i akuzuar për vrasjen makabre të 3 grave në mars të vitit 2023 në Tiranë. Hutra është dënuar me 3 burgime të përjetshme për vrasjen e Mevlude Sadikut, Hasime Dafkut dhe Etleva Kurtit. Sipas dosjes hetimore, Dan Hutra, autori i vrasjes së 3 grave dhe plagosjes së 3 të tjerave, u arrestuar rreth orës 18:45 të datës 1 mars 2023. Pas identifikimit të tij nga pyetjet plagosurve, dëshmitarve dhe pamjeve të kamerave të sigurisë, ai u lokalizua dhe u prangos në afërsi të landfillit të Sharës, ku po përgatitej të kryente një tjetër vrasje. Me vete kishte armë Kalashnikov me cilën mori 3 jetë dhe rrezikoi seriozisht 3 të tjera. Sipas dosjes hetimore, plagosja e Mariana Gurakuqit në zonën e Astirit, vrasja e 2 fish në Bathore dhe vrasja e Etleva Kurtit në Kodër Kamës janë kryer në një harë kohor prej rreth 33 minutash. Menjëherë pas kësaj ngjarje, autori u largua me një automjet tip Benz me targa AA 531 UK, të cilin e kishte marrë me qira dhe rreth orës 12:35 minuta ka shkuar në rrugën Rustem Haklaj në Kodër Kamës te banesa ish bashkëtuese së tij. Në oborin e shtëpisë, Dan Hutra plagosi me armë zjarri Elena Hysa 35 vjeç dhe Kujtime Hysa 60 vjeç dhe vrau shtetaset Mevlude Hysa 30 vjeç, motra ish bashkëtuese së tij dhe Hasime Dafkun 30 vjeç, e fejuar e vllajt të ish bashkëtueses. Pas kësaj ngjarje, autori ka lëvizur në drejtim të rrugës Abdyl Elmazi në rrugën e Arbrit, ka vijuar në rrugën Beslidhja Bathore dhe rreth orës 12:48 minuta ka ndalur tek banesa e familjes Kurti, ku ka vrarë me armë zjarri shtetasen Etleva Kurti 31 vjeç. Vrasjet dhe plagosjet Dan Hutra i kreu vetëm 12 ditë pasi kishte dalë nga burgu në 16 shkurt të 2023, pasi ishte arrestuar për akuzën e dhunës familje ndaj gruas së tij, Elena Hysa. Për të 3 ngjarjet e ndodhura në 1 mars 2023, Dan Hutra ka dhënë motive të ndryshme që e kanë shtyrë për të ekzekutuar gratë. Për tentativën e vrasjes së gruas, Elena Hysa i ka treguar se shkak ishte bërë debati për ADN-n e fëmijës së tyre. Vrasje me paramendim ndaj Etleva Kurtit, vrasje për shkak të marrëdhënies familjare në dëm të Mevlude Hysa, vrasje për shkak të marrëdhënies familjare në dëm të Hasime Dafkut, vrasje për shkak të marrëdhënies familjare mbetur në tentativë në dëm të Elena Hysa, vrasje për shkak të marrëdhënies familjare mbetur në tentativë në dëm të Kujtime Hysa, vrasje me paramendim mbetur në tentativë ndaj Mariana Gurakuqit, mbajtje pa leje të armëve të zjarrit dhe municionit, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasjen në dëm të Rahman Selës në Vaqar.